kur të inspiron, kur të frymëzon, kur të angazhon me dua, kjo i bie se dëshiron ta pranu duan. Apo sepse kush ta ka lëviz gjuhën me këtë dua? Kush ta ka jap këtë dëshirë dhe këtë qef për me bo dua? Allahu. E ka dëshirë ai me ta pranu ty duan, me ta jap ato që ti je duke kërku, me ta plotësua dëshirë që ti po e synon, për këtë shkak edhe të ka angazhu me dua. Për këtë shkak, robi kur falenderon, Allahu ja shton të mirat, robi kur bën dua, Allahu ja pranon duat. Pastaj po thot në vazhdim. ولا ليفتح عليه باب التوبة ويغلق عليه باب المغفرة. Dhe nuk ndodh që Allahu dikujt t'ja hap derën e pendimit e t'ja mbyll derën e faljes. Jo, Allah azza wa jall kur ta mundson me bo tauba, mu pendu, me kërku falje, me ndi keqardhje për të kaluar tonë, ajo i bie se Allah po don me të fal. Për këtë çdo kush i cili e ka një dozë të frikës, e ka një cytje të mbrëmshme se a më fal edhe mua Allahu, a meritoj edhe unë mëshirën e tij, a pas krejt kësaj që e kam vepru, ka dhe për mu shpresë që mu përmirësu, për mu shpresë që me qenë nga robët e mirë të Allahut, a që ka mundësi që edhe unë mu largu nga kjo jetë e cila më ka lodh dhe më ka mundu shpirtin, ka mundësi, por duhesh vetëm i ngritur sinqerisht tek Allah azza wa jall dhe me bë tauba, mu pendu, me vendos me zamër, që kur nuk kthehesh në të kaluamën dhe me ndi keqardhje për të kaluamën tonë dhe me jap besën dhe premtimin të Allahut se tash tutje do të ndryshoj. Tash tutje nuk do të jem ai i së kaluarës, Allah këto e kërkon prej teje dhe ta jap pastaj faljen. Për këtë shkak, kur ta mundson me bë tauba, po don me të fal. Kur ta mundson me thonë, o Allah, më udhëzo, po don me të udhëzu. Kur thot robi, o Allah mëshira, Allah ta ka mundësu me thonë, o Allah mëshira, po don me të mëshiru. E Ali radhiyallahu anhu po dëshon për mësoj me na tregu që kur Allah ta çel një derë të mirësisë, kërkoj atë që është pas saj sepse Allah ato vetëm ta jep. Apo kur Allah azza wa jall ta çel një derë të mirësisë, dije që ajo është vetëm fillimi, ndërsa mos e ndal të vetën së kërkuari ato që është synimi, ajo është në këtë rast për shembull të mirat, apo në rastin tjetër pranimi i duas, apo në rastin tjetër falja Allahut azza wa jall dhe kështu me radhë.